i statistikave, i raporteve, po du ma komentu këto që bënë debat e që e nxerrëm na në fokus për numrin e rreth mbi 100.000 persona që sot nuk figurojnë më në si kontribues të trustit pensional. E njëjta ish edhe e poshtë që ish edhe të administratat tatimore. Qështu avëllun qëta numra, se që sherdhëm dhejete që kjo citat, duke marrë parasysh se na gjithherë e mosu me kutin qëfare që e kanë ndërtu qeveria. Nëse na jemi të folë për një pushtetit cili për 4 vite radhazi e proklamoj punën e vetë, politikat e mira ekonomike që e patën indikim edhe rritën numrin e të punësunve e qunë mbi 400.000, sot jena në një situatë ku po silmi aty prej 2019 ose edhe ma herët që është një trend 7.000, 10.000 dhe në 15.000 që levizin, që dalin për tregut punës edhe hinë në treg punës. Që tash, në këshanis tash ta me si Barcolet është marrëdhënie me publikun ose propagandë. Okay. Sa në gjatë luftës tës kishte luajë Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Bashkimin Sovjetik, edhe kishte fituar Shtetet e Bashkuara në hokej për një pikë. Edhe lojmet në Amerikë, tha pas një turnirit madh, pas një luftës madhe me shumë padurim, tha Amerika dole e para. Edhe Bashkimi Sovjetik tha e fundit. Edhe tash, Bashkimin Sovjetik e njëjti lajm, po vjen ndryshe. Edhe po thet, mas shumë një gore se në tha, Bashkimi Sovjetik e nxuni tha pozitën e dytë, Amerika tha ka e para fundit. Do me thonë, dyjet jetë vërteta, po është qyshet e transmeton. Edhe këto, për të regoj këto se unë kam pak file i gazetarist me një trajnim, kanë qenë gazetarist 96, edhe këto na pa të regu një gazetari huj. Qysh lajmin më nëshme se i plasun publik. Edhe kjo është qysh po plasohet publik. Na jena dëshmitar në Kosovë. Investimi maj malë, Kosovë që ka ndodhë prej 99-ës është EPCO. Është 200 milioner, është tash edhe kjo puna e Selasit, po Selasi është diçka që nuk e. Na jena dëshmitar, kush është gjenerat me vjetër, njerë që 2007 kërruj EPCO, ti ke vrejt EPCO. E ke vrejt, sakt. Jo që një shëtore, një shatje, një reklam, një diçka, jo, 200 milion investim ti ke po. Mos t'i bëj reklam EPCO se e ki diçka, po tash, 4 vjetë e funit, 4 vjetë e funit, ose 10 vjetë e funit, na nuk po shumë diçka e madhe që kanë ndodhur. Përveç Prishtina... Por statistikat e investimeve të huja i kanë shti këto blerjen e pronave dhe ki... Tash vi atje. Na nuk kena po, na jena dëshmitar. Po, i kena po do biznise nëse jetë në autostradës, s'kej autostradës që autostrada janë marru e diçka. Por nuk kena po në investim që na ka prej këtonve. Unë e mora shamu dhe epkon, se kush është pa i vjetër e din që u vrejke që ka ardhë, reklama, do me thonë edhe mediat kanë fitur marketing, edhe kompanit e marketingu. Besa kompanit e marketingu të pa të zhvillu për s'pare herë se ka pos, që thënë tërtja konë qashe madhe që ka pos për tanë. Sot nuk ka diçka që po zhvilluat. Jënë do zhvillime bizniset veç po rritën, që është në rritje naturale t'yne. Nëse në biznis... Shka rritje shmime, jo, rritja naturale, nëse te ke fillu një biznes, mas 20 vjetë që e biznes ka më rrit. Dhe me thonë, por nuk ka diçka që është e madhe që vrejet, edhe që kjo ka reflektuar e numri punëtorëve. Që kjo është ekonomia e Kosovës. Deri sa nuk vjen e investim një fabrike madhe ose diçka. Se del t'i pren shirite e kena shtije, e kena qelë një supermarket, dje që të 10 veta në hiqë të më punë, për 10 minimarketa ndalë për pune. Që më fund dje qëto. E tash, ideja është se që kjo është ekonomia Kosovës, që kjo bruto prodhimi, që të pare jetu e argju. Edhe tash, që ka ndodhë është që të masat e vogla. Do me thonë, për para, qeveria ka pas, edhe qeverit e kalume kanë përdojrë njëjtën, bëshin punë praktike me pagesë. Si ka pagesa figuron trus pensional. 400.000 e diçka ken në 2024, edhe janë shkurt mars, ti e sheh që kanë rënë super puna u vrej që është e përkashme. Do të thonë njerësi u ka kry 6 muaj ka qit për punë. Ka pas që si grante të vogla, shumë që në një farë mënyre e kanë bos një bum. Në rregull, edhe kjo nuk është e keqe. Se biznisit ju kanë imu me një forcë punëtore ju kanë imu, që ka subvencionu shteti, edhe bizniset, po ti nuk ja ka ofru kushte tjera që ja imu zhvillu.
Nëse ti mu mi bjen 10 punëtor, unë boj diçka, po ti nëse nuk ma e ofru kushte tjera mu zhvillu, ma si të kryet kontrata, unë qes për pune. Dhe më thonë, deri sot e ki që disbalancën e molle traktare, që na importojmë, ose superpuna o duke më orientu veç prodhim, ose veç bujtësi, ose veç diçka që ti importin, që qaj e kompani që përfiton për superpunës, do më thonë, me jenë me shëndrushme, atëre kish pas efekt. Kur u kon veç gjithkush, edhe na kena përfitu për superpunës, në regu, 2 punëtori kena marë, por na si institut e kena publiku një punë, mendimin e ty në vekstra, që faleminderit për tyna, por nuk ka qenë diçka qëndrushme. Nuk ka pas ndikim në edhe ekonomi. Ajo përdor për zgjedhje, se ki 100.000 njerëz kanë marë sot do shumë një formë. Është interesant nëse shërë rrogën mesatarin atë kë për mujnë 10 orë edhe për janar u rritë. Arsyeja pse u rrit rroga mesatare është se që ta 100.000 veta që i është duke, ka pas rrogat e vogla, mesatarja u rrit. A për vrem që është puna i indikator që ta tregojnë. Do me thonë, që kena bona, na kena i jep një forcë punëtore, po qaj biznes që atë forcë punëtore nuk ju ka dasht, ose ka marë, ka pas raste që ka marë familjarët e vetë, ja kanë gjunë një rrogë, si nuk ju ka dasht, do me thonë, derisa nuk zhvillohet biznisi. Nëse ti që tash si medion, po folëm të të, nëse unë ti paguj 5 gazetarë, ti merë, po se nëse ti nuk mund është produktet me zhvillu, nëse ti nuk e mujt me siguru të hyra që mi majt ata, ti kimi qitë për pune. Njëtë kanë ndodhë me biznes për fat keq, është të në hargjiu miliona, cilat kanë shku në konsum, ju ka jap njerëzë në efektet të përkashme, por ju si rezultatin i politiket të mirë ekonomike që kanë ndiku në... Po na jena dëshmitar, nëse merë numrin e punëtorve në Trost, Trusi për mars, si organit që dhe i pagu e Trusi, në mars 2021 dhe në mars 2025 numre që ato. Borim, prej momentit kur e kemi publiku lajmin, i bazun në fakte, që edin, shumica njerëzve kanë thonë, a di që kanë ndodhë me një vend ku me hup 100.000 venet të punës, edhe në tregje matë maja, ku jënë me numër banorëve shumë fish matë malë se në Kosovë.